Rregullorja e miratuar në Asamblenë Komunale të Prishtinës në dhjetor të vitit të shkuar për menaxhimin e mbeturinave në kryeqytet mbetet në fuqi dhe faturat për këtë shërbim duhet të paguhen te KRM Pastrime. Gjykata Supreme ka refuzuar të mërkurën kërkesë padin e Komunës së Prishtinës për shfuqizimin e rregullores me kërkesën që faturimin ta bëjë vetë. Ky vendim sipas Petrit Reqicës, drejtori i ndërmarrjes publike Pastrime, është zgjidhja që pritej. Ky ka qenë një akt gjykimi i cili ka dhënë zgjidhje dhe epilog çdo më dyshe që ka ekzistuar deri më tani, me theks të veçantë në komunë, sepse qytetarët kanë qenë të keq informuar nga Komuna e Prishtinës, mirë po tash me këtë vendim ka marrë gjithçka epilog. Me gjithë vendimin e asamblesë që faturimin ta bëjë Pastrime, udhëheqësit e Prishtinës në disa raste kanë ftuar qytetarët që këtë ta bëjnë në komunë. Reqica tha se deri në prill, mbi 21.000 qytetarë kanë kryer pagesat në komunë dhe ka kërkuar që këto para t'i kthehen kompanisë. Po ashtu u shpreh se qytetarët që e kanë bërë këtë nuk do të dëmtohen. Për me qartësu këtë gjë për opinionin, ne si ndërmarrje kemi me marrë më asat dhe hapat e nevojshëm që asnjë qytetar mos dëmtohet dhe mos ta kenë ngajle, sepse edhe ata që kanë pagu më shumë se që është dashur, kemi me lënë si avans para pagim dhe në fundit kemi mu barazu. Në komunën e Prishtinës kanë thënë se ende nuk e kanë marrë aktvendimin e gjykatës, por se do ta respektojnë atë. E pas aktgjykimit të Supremës, punonjësit e pastrimit kanë larguar kamionët që ishin parkuar tash 2 javë para objektit të komunës, por greva e tyre do të vazhdojë. Sindikata e pastrimit ka shtruar disa kërkesa, e kryesoret janë: shlyrja e borxhit nga komuna në vlerë 2.7 milion euro për kryerjen e shërbimeve në 5 muajt e parë të këtij viti dhe ndalimin e operimit të privatëve. Të kthehen të gjitha mjetet financiare të inkasuara në mënyrë të palinjshme deri më tani nga Komuna e Prishtinës në afatin sa më të shpejt që ne të fillojmë në mbledhjen e mbeturinave. Të bëhet një dalje publike në media nga autoritetet përkatëse të komunës, të bëhet thirrje se faturimi dhe pagesat duhet të kryhen ekskluzivisht përmes KRM Pastrimit. Të largohen plotësisht operatorët privat nga operimi i mbledhjes së mbeturinave dhe të fillojë zbatimi plot rregullores në fuqi. Komuna e Prishtinës në vazhdimsi ka mohuar se i ka borxh pastrimit. E pas disa tentimeve për mbajtje të seancës së rregullt dhe të